Qarku i Elbasanit është përfshirë gjatë natës nga reshje shiu me intensitet mesatar dhe rrebesh të shoqëruara me erë të fortë në disa zona, pavarësisht kushteve atmosferike sipas të dhënave nga strukturat e emergjencave civile në Bashkitë e Qarkut. Situata paraqitet përgjithsisht normale dhe pa probleme madhore. Në disa akse rrugore janë shënuar raste sporadike të pranishmërisë të ujrave në rrugë dhe rrëzimi i pemëve. Në aksin nacional Elbasan-Qaftan, në vendin e quajtur Kthesat e Murashit, pati bllokim të përkohshëm të qarkullimit për shkak të rënies së inerteve në rrugë, pas ndërhyrjes së menjëhershme të firmës kontraktuese, aksi u pastrua dhe u bë i kalueshëm për automjetet. Rënje inertesh janë raportuar gjithashtu në akset rrugore Gramsh-Moglic dhe Gramsh-Cerik. Probleme me qarkullimin janë evidentuar në segmentet Kodovjat-Shelcan, Sotir-Kërpic dhe Skënderbega-Ermenj. Sipas burimeve zyrtare nga Bashkia Gramsh janë marrë masat për pastrimin e rrugëve dhe po punohet për zhbllokimin e plotë të tyre. Në rrethrotullimin e shijonit në hyrje të autostradës Elbasan-Tiranë u shënua prania e konsiderueshme ujrave në rrugë, çka solli përkohësisht vështirësi në qarkullimin e mjeteve. Sa i përket furnizimit me energji elektrike janë raportuar ndërprerje në njësitë administrative për parim të Bashkisë Peqin, Labinot Mal dhe Funar të Bashkisë Elbasan, si dhe në njësinë administrative Lunik të Bashkisë Librazh. Grupet e gatishmërisë OSHS ndodhen në terren dhe po punojnë për riparimin e defekteve dhe rikthimin e furnizimit me energji. Autoritetet lokale bëjnë me dije se janë ndjekje të situatës dhe në gatishmëri për çdo ndërhyrje të mundshme në rast përkeqësimit të kushteve atmosferike.